Fisnika Aslani po kalon një periudhë të ardhme në karrierën e tij dhe ka tërhequr vëmendjen disa prej klubeve më të mëdha të Evropës. Sulmuesi përfaqësuesi i Kosovës po shkëlqen me fanellën e Hoffenheimit në Bundesliga, duke u bërë një objektiv i madh për Bayern Munich dhe Barcelonën. Sipas raportimeve të Sky Sports DE, pasi i humbi transferimin e talentin Voldemade, që kaloi te Newcastle, Bayern ka kthyer vëmendjen te Aslani, të cilin e sheh si pasuesin e mundshëm të Harry Kane. Futbollisti 22 vjeçar që ka zhvilluar 10 ndeshje me Kosovën duke shënuar edhe 2 gola, po zhvillon një sezon breslënës me 9 ndeshje zyrtare duke shënuar 6 gola dhe ka dhënë 2 asiste. Performancat e tij po e bën një nga emrat më të kërkuar të Bundesligës. Aslani spikati sezonën e kaluar gjatë udhëzimit te Elversburgu, ku arriti dhe shifra të jashtëzakonshme prej 19 golash dhe 10 asistimesh në 39 ndeshje. Megjithatë, Bayern Munich nuk është i vetmi klub që e ndjek nga afër. Barcelona ka shfaqur interes serioz për sulmuesin kosovar, që sipas burimeve pranë lojtarit, edhe vetë Aslani e pëlqen shumë idenë e kalimit në Camp Nou.